Hajdeni Shqipe nga çdo anë, më 13 qershor në Tiranë. Mos e humni këtë ditë magjike, që ta heqim zgjedhjen bolshevike, ta largojmë për gjithmonë. Profesori, idealisti kombit në krojeve i lira Dardone, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta të gjithëve. Shqiptar të dashur, dy partit të quajtura një Sali Berishës edhe Edi Ramës ka dërguar këtu maraushgat e tyre dhe disa polica të qytetit që shumë shpejt. Unë jam para jush dhe para shqiptarve. Dhe ata që janë demonstrat ka 12 ditë ne organizojmë. Kanë dalë disa. Kjo është harta e Shqipërisë, harta e huaj. Kurse ato dy partit mbajnë hartën e Serbit, hartën e Grekut. Kanë bërë 35 vjetë që bëjnë punë në Serbit dhe i kanë çmendur shqiptarë. Ju qini lartë që shëgoni ditët e erë të fundit. Pse keni frikë? Kjo është harta e Shqipërisë. Pse keni frikë? Se kjo është harta që ju anëzën sytë ambasadave të botës, të serbëve, të englezëve, të Francës. Pra këta kanë mbaruar njëre mirë. Ne u kemi ardhur sot tu. Unë po flas në emër të misionit. Unë po flas si kryeministër, kurse këta që të dy, me që se kanë dërguar disa lamashtë e tyre, tur të kenë, sidomos i djalë që mbadhe qylafin, që banat qylafin e ka dërguar këtu, qylafin e Mirditës, që ka luftuar me trima me serbët, qylafin e Kuksit që mban, që luftojnë, tur të liqjat qylaf për djaliri, që o t'i njo fare mirë, po të përdorën, si të kam përdorur, po të përdorën për një sandviq. O shqiptar ku jini, erdhi dita e çlirimit, Amerika është me ju. Ambasada që është në rrugë, Nenci është ambasadore e Amerikës, pa marrësi se këtyre su vjen mirë. Ka një 2 ditë, Sali e kam me ty, ke një 2 ditë e ke thënë që mua më hoqën në gradër. Ky burri që është këtu, i shkurtër, i dopt, i burgosur, i intrenuar, 52 vjetë i larguar nga toka Shqipërisë, që unë si janë trembur as komunistave, bolshevik rusve. Sali, të kam vërë president, se ishe mi miri, që i thonë mi keqi e mi miri. Ke dërguar sa shushunja këtu së bashku me Edi Ramën. Unë të kam thënë e po them para shqiptarëve. Ta din gjithë shqiptarët, Amerika është me shqiptarët. Ty s'te hequr në grada sa t'jem unë gjallë, po ta them hapur këtu. Jo ty, po gjithë familjen. Ke dalë në televizor para 2 orëve dhe u ke thënë shkoni atje. Sali, ti ke mbaruar me kohë. Edi Rama rrugaq, ke mbaruar me kohë. Të kam gjerë nga burgu se vodhe. Të kam gjerë se ishe shqiptar e me donje. Po historia tuaj do dali nga i ke ardhur. Ti nuk e shqiptar, ti e një çoban rumun. Sali, ke ardhur në Tropoj, e te prove, të kam mbrojtur deri tani. Po këtë minut që po flas, Sali, beu gati. Beu gati para popullit shqiptar. Nuk ka as gjyqtar me, as prekuror, po ka vetëm gjyq popullor. A i dakord me gjyq popullor? Të dashur shqiptar, kjo kushtetut amerikane ka qenë dikur e kanunit. Ju lutem, çdo gjë të mini flambur janë mbi 700. Ata nuk e duan flamuri shqiptar. A e keni parë Edi Ramën kur bën demonstrat? As i flamur shqiptar.
A e ke parë Sali Berishën? Asim flamur shqiptar. Edhe ka vënë një flamur Amerikan. Unë po e njoftoj. Unë jam Amerikan për 250 vjetë. Për 250 vjetë. Unë jam shqiptar me mira e me mira vjetë. Si familja ime dhe familjet e Mirdicës, e të Tropojës e të Kuksit, të Dibrës e të Shkodrës, të Korçës e të Myzeqes, ka luftuar me shekull për shpëtuar këtë kombë e këtë Shqipëri. Por këta, akoma janë të dashur shqiptar, a shini këto pallate që janë vërdallë jush. Do bëhen familje, do t'i kini ju. Një njeri mund të ketë 5-6 familje. Këto që shini ju, që qojnë oligark, nuk janë atë oligark. Asmania, e tha se e që shetë bezinë e tjertë. Këta janë vetëm që kanë ngërën këto 35 vjetë. Janë sërbët, janë ato ambasador. Sidomos ai ambasadori, duhet largohet para se unë shkoj në zyrë. Ambasadori i Bashkimit të Evropës kërkon të na sjelli këtu të martohet burr me burr. Shqiptar, dashur shqiptar, jeni gjallë, ngrehuni se Amerika është me ju. Kudo, më çdo vend. Pra, të dashur shqiptar, burg është, nuk është burg. Një minutë. Jo, ne i kemi mbajtur të gjallë, që ju t'i shikoni, kur t'jenë të lidhur me zinxhir, tamam me kanunin që ka qenë, ky është kanuni në Amerikë. Të lidhur, do punoj, do pastroj lumin që keni parë, për të eliminuar, po them hapur. Desh të eliminon të Serbia dhe Greku, të mos të regoni sekretin e tyre, ne e mbajmë të gjallë, që ju t'i shini në përgjyqet, që ju t'i shini, se që kanë bërë ju për 35 vjetë. Këta janë një kategori, me vjen turp të them, këta janë tamam si ai që u bërla Kuriq. Nuk është vetëm sot që flisni, është Sali Berisha kryeministër. Jo Edi Rama, ai ishte rrugaq, ai vetëm bën punën e tij, sidomos ka javësh çmendur. Sali, të kam ndihmuar gjithmonë. Dhe fëmijën të ta kam çuar që është bërë avokat. Të kam mbrojtur sepse të kam ditur që je tropojan. Por ti nuk je tropojan. Historia jote do dali shumë shpejt. Pra, nuk është nevoja ti themi as serb. Unë jam për Salin këtu. Po me qenë se ai ka dërguar disa këtu, jo nga ju, që le të vinë po të jenë burrë. Unë jam trembur e hekurave të Enver Hoxhës. Unë jam trembur e hekurave të bolshevike të Miladin Popovicit e të Tushanit. Ne patriotë të Shqipërisë jemi gjallë. Amerika është me ju. Shqiptar. Çdo televizor që është në Shqipëri, Top Channel, klani i klaneve të sërbëve, çdo televizor që është, të gjithë ata që ishini, që quhen analista dhe gazetar, që janë mbi moshën 55 vjetë, ata kanë qenë togerët e Ministrisë të Brendshme. Shqiptarë unë ka marrë me 90. Rami Salin e kemi marrë në Amerikë për të hapur ambasadat. Unë jam ai person dhe George Bushi, plaku. E të rritën për të shpëtuar ju shqiptarët. Nuk u vra as njeri. Absolutisht u vra njeri. Presin vapor, data një korrik, 2, 3, 4, deri 7. Hynë në ambasadët. Nëse shkon të ambasadët dikush njeri, dhe do shë 6 vjetë burg. Pra shqiptar, ne kemi ndihmuar shqiptar në Itali kudo. Por ne çfarë bëm? Sepse shqiptarët tu se kanë fjalën për ju që keni ardhur, që janë në gjumë, që rrinë për kafene, ata janë shërbëtorët e sërbit, e të grekut. Po të dojë kryeministri grek, ne vi ta provoj një herë, se kur vi unë largohet si majmun. Pra të dashur shqiptarë, këta që keni patur ju, të betohem para jush. Ne kemi me orë, po do të thoni ju, po mirë ti ke vërë qevrin teknike, pse s'shkon? Unë u pres ju. Sepse duen 3 drejtori. Drejtori e policisë. Këta polici që janë sot, 85% do qëndrojnë. Ata
që janë me grada, që i kërkojnë shefa, që u thonë shefa. Ata janë të Ministrisë të Brendshme që ka qenë dikur. Ata janë shërbëtorët e Serbit. A i shikoni ju këto që thonë call center. Janë të këtyre ta agronëve me shok që kanë barigar parti. Ata us janë parti. Po pse do të thuash ti e ke bërë emrin parti para 20 ca vjet? Sepse gjykata e Shqipërisë kërkon të emër për para, po kjo është shpresa e kombit. A i shikoni në zyrën ku jam unë, është harta, kjo hartë, që është e vogël, që është e vogël, është 6 metro me 4 metro. Kanë erdhur ambasadorët e huaj, e fotografojnë, u zirën syt, por se prekën do të me dorë. Dikush mund të thotë, po ti që nge mjaft i vogël, fuqia ime shumë e madhe. Unë jam dikush në Amerikë. Unë në Amerikë kam 52 vjetë, që ditën që kam vajtur, kam punuar për komin e Amerikës. Dhe mbas rënies të murit Berlin, ne i kemi dërguar letër, unë personalisht, Rami Salis, që të shpëton të shqiptarët, që 2 reshta, o me ne të shpëtoj shqiptarët, o me Ceaușescun dhe me Elenën, ishte grua Elenës. Ramis tash t'i s'ke grua, gruan e kene Xhmien. Edhe, do me thënë, kryetari i Partisë Republikane Sabri Goto, 3 ka patur Shqipëria, e në merin e kemani si kukull, që fliste. 3 kanë qenë agentat më të mëdhenj të Serbisë. Kush është nga tropoja këtu në moshën 60-70 vjetë, që më 26, deri më 28, e vrau tropojnë, e vrau Kuksin, e vrau Dibën, e vrau patriotët e Shkodrës, shkolla kultura e Shkodrës, i vrau Priftinë, i ropi të gjallë, sepse ishën të Serbit. Pra shqiptarë, ta dini fare mirë, Enver Hoxha ka 1 vit e gjysmë kur vdiq, ishte në Paris, i vdekur. Hysti ka po pashtu. Pra, shqiptarët e mi, u erdi koha e juaj, unë dua të rinjt, që të regjistojnë si polica. Unë dua të rinjt, që quhet byroja kombëtare, është FBI-ja do bëhet. Duhet inteligenca, po e them hapur këtu. Duhet CIA numër 2. Duhet që të kontrolloj këtu vendin, të kontrolloj dhe Amerikë. Amerika është me ju. Dofta ju qini fetar, më të virend. Amerika është zoti. Amerika është zoti. A e shikoni se do bëhet luftë e tretë botërore. Presidenti i Amerikës bëri një gabim, që goditi Iranin. Sot e ka një javë, që i tha kryeministrit të Izraelit, një kryeministri, një hajdut i Evropës, i mori parat. Presidenti doli deklarat dje edhe sot mëngjes dhe tha, nuk kemi me Izraelin, s'kishte nga mbante presidenti. Të dashur shqiptar, presidentit, senatorët në Amerikë janë për 4 vjetë dhe qkojnë në nga vinë. I vetëmi shteti i Amerikës ka lidhur me zingjira në burg, senator, president. Amerika ka këtë kushtetut. Nëse ti merë $1, nuk fyet se ti e president, ase shqiptarët e ka në dorë fuqi. Po kush janë shqiptarët? Ju duhet jeni krenar që 250 mërthvarë. Shqiptarët, familjet e Bushit, nuk duhet zemrin familjen time që ishin 6 vëllezër para 265 vjetë. E martuan babën e tij, ka qenë prift. Djali i tij u bë general, George Washingtoni. E englezët që s'ta kanë deshur, u flas hapur, as pyes as për englezët. Jo këta që janë marrë nga frumua. Po s'pyes as për englezët, as për Francën, sepse na ka coptuar. Na coptovi. Është ai Churchilli që e firmosi me Mustaqen Stalin, që ja dha Shqipërinë, ja dha Kosovën, ja dha Malinezi, ja dha Maqedonisë, ja dha Sërbë, kurse Shqipërinë e bëri gardh me til. Të gjithë ishën burg. Unë ishia kooperativistët para me, që ishëm të intrenuar në Savër, Shtyllas, e Gjaz, e kudo.
Ata s'kishin buk të hani. Punoni na ditë kooperativistët. Dhe sot marrën $80. Është mbushur Tirana me malsor. Me çdo njeri kanë të drejtë të vini, të shihni një ditë të bardhë. Po marrën $80. E rrinë maj dritareve. Kurse këta klyshë, tallen me shqiptarët. Këta bledhen me makina të zeza. Vjen hanë drekedar, hani drekedar, Milano, Rom, Serbi, shqiptar. Propaganda është hapur qëllimisht, se gjoja Sazan do ne mirte dhëndri i presidentit të Amerikës. Është për të qeshe për të qarë. Dhëndri presidentit është një hajdut. Babaj ti ka qenë 20 vjetë burg, i korruptuar në Amerikë. Ne nuk pyesëm edhe presidentin, sepse edhe ajo humbi një goditi, kurse tani e ndroj plakën. E tha, si jemi me ju të Izraelit me. Shqiptar, nuk erdi kot djali Bushit në fushkruj. Është nga fushkruj. Dori me këmish, kurse Mujsiu, generali i bolshevikëve, ishte president. Kurse Berisha, ishte kryeminist. Ja vuall orë, tha. Sepse, pse ja thanë ja dha orë? Sepse Bushi si pranoi as Mujsin edhe as Berishën. Vajti fushkruj, se ligji është ndërkombëtar, duhet jetë presidenti o kryeministri. Po si pranoi. A e kuftoni o shqiptar se erdhi dita juaj. Ne u presëm në zyrë. Të bëheni ambasador, do të dërrohen. Ju duket e çuditshme. 3% të Shqipërisë dojen brenda. Kanë qenë 1840 deputet për 35 vjetë. E dojnë që ka vdekur, ka lënë një fëmijë. Do t'i marrë qka. Ne u kemi përdhen atyre kominoshet, do t'u apresim me gësherë, t'i gjithve këtyre që kanë u torturuar për 35 vjetë, do t'u japëm zinxhirat në dorë e në këmbë, të punojnë dhumi që kanë hedhur në tokën e Shqipërisë. E kanë bërë Shkodrën qëllimisht që të vriten. Do jenë nga ju, të më thotë të vërtetën, që i kanë bërë e të pagoja $2. Një rrugë të shkurtër që të shkojnë nga fushkruja, apo në Kruj, në vendin e Skënderbeut. E kanë bërë Shkodrën gropa që kur të bësh aksident me tjetër, do të zjerësh armën, të vritesh, qëllimisht. E kanë bërë kulturën e Korçës, në Librash. Nuk rëzohet dheri nga ujrat, por rëzohet nga duart. Qëllimisht të blokoni rrugën. E bërë në Labrin, ku jeni Labër, që keni vjeshur gunat, keni luftuar me italianët dhe ju hot në det italianë. Kurse sot u vunë pa rullën qifut. Nuk do ketë qifut në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë të zi në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë as Indian, as Pakistan. Por do ketë, dhe unë u them të dashur shqiptar, ata që kanë 12 ditë, që dalën, i organizojmë ne, kurse kanë dalë disa kopila. Edhe gjoja organizojnë, ju e keni parë një të quajtur gjoja avukat, një agent i sigurimit të Shqipërisë. Baba i ti kush është nga Shkodra këtu, ka vrarë njerëz, ka lidhur priftin, kurse ai pis s'ka punuar një ditë me Berishën, me Edi Ramën, me Sorro në Sorrollope. Nuk do ketë me Sorro në tokën e Shqipërisë, që unë e njoh mirë. Nuk do ketë me Gjoç Sorro në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë me që ishte këtu kolonel Jonollatua, general, që unë e kam njohur atë që më 78 ishte i Rusisë, i KGB-s, Amerika luftonte. Të dashur shqiptar, George Bushi rrëzovi murin e Berlinit, e jo president Reagan. President Regulli gjithmonë presidentat ka qenë kuku. A e rrëzovi, pas rrëzimit të murit Berlinit, unë i kam dërguar letër Rami Salis për shpëtuar Shqipërinë. E beri, Rami Salia ishte njallë, frikacak, sepse nuk ishte shqiptar. Kush e një do një që Shkodër, a ishte sërp. Pra, unë përsëri,
kurse i biri ti dashur shqiptar ka 4 banga në Evropë. Janë tuajat. Edi Rama, gruaja e tij, solli një rrugaç nga Brooklyni që fshinte pastronte rrugët. Nuk është keq të pastrosh, po e lidh me fjalën e solli këtu si ekonomistin më të mirë. Hapi 3 bangat, gruaja e Edi Ramës. Jo konfiskim, po do t'i hiqini ju zvar, ju do bëni gjyq popullor. Unë kam një djalë këtu para mesh, që është një gazetar me kollar portokall. Edhe më pyeti pardje. Dhe më tha vërtet e kjo apo bashaka që do i një zvar. I kam thënë atij djalit dhe përsëri po e inqizon. Jo do i një zvar, por nuk do të liren duart. Aty që kanë bërë ju, shqiptarën e kemi forcën, atë ambasadë që është e juaja. A i shini, Nancy është ambasadore e Amerikës. Pamërsi se do vi generali, njësoj ishtë. Amerika ka një program. Ambasadorët gjithmonë janë, çdo qeveri që të vej. Kurse ata që janë dhenë ambasador, ata janë kokat. Ata bëjmë punë dashur shqiptar. Pra, u kam thënë, unë kam 1 vit e gjysmë që kam erdhur. Dhe kam thënë, jurikimi e fundit. Vite dhe Berisha. Ishte puna jo. Gjithë shkallët vinte dhe Edi Rama. Vinte dhe i farë gjinushi. Një rrugaç që thot jam filozof. A ishtë filozof bolshevik. Pra, shqiptar. Erdhi koha e juaj. Të mbani Shqipërinë. Fëmijët tuaj që kanë vojtur tërë jetën. Të rinj e të vjetër. Pra, ju që sot e tutje, Shqipëria shliruar. Ne të vi këtu, Edi Rama. Ku e Sali Berisha, që hiqe si tropojan, e kam me ty sot, për arsye se me ke dërguar disa këlysh këtu. Ku e Sali? Je tropojan të janë trima. Tropojan po e preke me dorë, është më mirë të vraqë se të preksh me dorë. Të goditën, vuresyzet e erta. Pra, pamërsisht, po thot jam tropojan. Sali të kam ndihmuar, erdi fundi. Edhe Ilir Meta ishte në Orgrada. E lanë që shkonte në Amerikë, ku i shpinte parat. Sali, ti s'ke përvajt në Amerikë, sa t'je gjallë. Ti përlem, je dënuar në Amerikë. Të dashur shqiptare, Edi Rama është dënuar 7 vjetë në Amerikë. E korruptovi drejtore e FBI-s që ishte i New Yorkut. I korruptori qupën e presidentit që duhet dini diçka. Në Amerikë, ata që janë pasunik të mëdhenj, fëmijët e tyre as din fare, turët e tyre janë të lela. Erdhi e shketa të bende pushim, vete Edi Rama, drejtori policisë që hoqaj tjetri, i tërgovi forcat. Ambasada zvajti fare, që ishte këtu. E tha do të marri, Keshneri do marri Sazan. Që tashi, Amerika është ta përpun. Unika për 3 javë nga zyrat. Gati 10 ditë, ku kemi zyrat në Evropë. Pre aty vajta në Amerikë. A më bani me një ambasadori që ngritë këmët, kështu, e të takoshe me një rrugaç. Ulli autoritetin e Amerikës. Ambasada është këtu të dashur shqiptar, por erdhi për të marrë para me kryeministri grek. Kryeministri grek ke dërguar një ministër para se të vijë unë një javë sa. Erdhe me atë ambasadore të ulti autoritetin. Ajo është një rrugaç. Atë vunë sepse ishte nusa e djalit të presidentit. U martua për një javë, e la. Pra dashur shqiptar, mos mendoni kur u vjen do një senator për të vjedhur, o kur u vjen do një ambasador. Të gjithë, a i Soreka e mbani mend, erdi kockë e lëkur, kur iku me vapor që kështë marë florin e dyjas. A i Edi Rama që shini ju, po në zdua të vim këto, 10 3 kate poshtë para të shqiptarëve.
Dikush më tha sot para një intervistë. Qa do bëjmë na? Unë e di që do vini sot me qindra e mira. Ke dëshirë të flaq. E ani, tregoni historinë. Urdo, hajde. Jënë me tinke që tërë më dhe që tërë me tinke. Ti ojë ta marrën mesh. Nuk është miting kjo. Protesta. Lere zënë, hajde, afro. Kam në i gjumë me tonë. Lere zënë. Urdo, zënë. Ki nuk mërë mesh. Ki është i pa marrën mesh o shok. Ki nuk e di shqipën. Ki di rruka. Ki smjef me tingë pajsor. Snjef kërqon, ne na që në kafsh, zëtë ne i di rrugë kanë met. Pa ikë bre të gjeni. Di rrugë kanë met, me himena. Shko rrugë jetë, të në latë e poshtë për pjetë, në të hesë me ditë tonë. Shko di rrugë. O aja na, nuk kena dek në asë të njëshin na, dhe ke bon në asë të njëshin, pe a bëjmë sëtë pa desit. Mba mërë, s'ka rrugë tjetër, se u kryua me parti demokratike kreja Mizalia. Na e du në sëtë. O jo, me i Zoti unë të shoh New York City. Ke qenë New York? Ke qenë, bravo të qoftë. Dëgjotësh. E kam dhejnë në Amerikë, me votovoj. Kurdo? Ashtu si që ka treguar sot njerëzit. Dakord, dashur, dëgjoj. Ne, patriot të Shqipërisë ju që jeni, që kanë qenë gjyshit tuaj që kanë luftuar, unë të shoh se e nga veriu apo jo. Bravo të qoftë. Por dëgjoj. New York janë ngritur në çdo qytet të Amerikës të 50 shtete. Kundra këtyre të korruptuarve dhe kundra atyre që vinë ambasador dhe u kanë vjedhur parat. Këta i kanë dhëmbët pe Flori, zotri. Mos u keq kupto. Unë të shoh ty të kanë dhëmbët. Pse si ve? Se s'ke para. A here që pret me, jo të bërzjar, që këta para 3 muaj, këto kullat që janë që kanë ngelur e i vinë që atje. E di pse kanë ngelur? Që s'kanë kuvenë me. I vunë minat, i pam, që a bërë në 37-ën, s'lanë fabrika, që komunistët e kështë bërë, i bërë slevrit, të intrenuarët, të burgosurit, i shpunë naftë sërbit, a i Sali Berisha. Për të vrarë bosnjakët, edhe më në fund për të vrarë kosovarët që u vë nga Prishtina, dhe Tropoj, Kuks, Dibër, Tiran dhe më shuan në Vlorë. Are që beni? Pse u vjen zorë të ngrijeni? Jo të revolucion, sa të duan. E Dirama unë dole atje në orën 2, do t'ilte në orën 6, për të zënë me ata që janë demonstrues të ri. Për të zënë, unë dalua. S'ka në kuven, s'pak po më dëgjon përsëri këtu, paguash nga ne, nga Amerika. Unë një mirë spaku. Kishe 85 fletim për të arestuar Pardie. Nuk e arrestuar. Ti e kryetari i spakut. Të vinë der Berisha, Edi Rama, të shanë me letra shtëpije. Të thot ke vila dhe hotele. Kuje, pse s'del? Ti të kemi dhe në afat. Bile mund të kështë dhe në afat para se ne të vimim këtu. Do arrestojnë sonte shumë njerës. Por s'paku është në atë minut që betë qevria teknike me ju. Në të edhe më përpara që pse se bërë. Duhet të vishti zotni. Duhet ju të vini. Ne s'na pegon do të me njëri. A i shikoni në Kosovë. Ka një vit e gjusë. 5 herë zgjedhje. E di pse është 5 herë zgjedhje? Po mos vun flamur që ke këtu. Edhe po mos vun flamur e u që kesë. Nuk ka zgjedhje. Se do bëhe Shqipëria me kufinadore. Nuk dohet me kryeminist. Ju do zgjiti presidentin. Ti një ditë, ju do zgjiti kryetarët e komuneve. Ata kanë vjedhur më shumë. Ju do zgjiti kryetarët e bashkive. Ju do zgjiti inteligencën të shqiptarit. Nuk po them se jeni ju këtu. Fëmijët tuaj din nga 5-6 gjuhë, kurse fëmijët e këtyre rrugaqve s'din as shqip. Lajnë e fshin sytë si unë që janë bërë me djerës, që janë veshur për me djellë. Duhet vishë edhe unë si ju. Pra, po ndërsi. Këta i fshinës fytyrën me $500.
Të dashur shqiptar, Amerikan, dolar, kushdo që e di si është dollari. Janë 12 bilion dollar të fshehura në përshpit. Ne di me ku janë. Pra, parat do t'i keni ju. Ju nuk u besojt. Ne nuk kemi dalë për revolt, po të domë ne e bëmi punën më përpara. Po si që thash, t'i shini në gjyq, a e mbani me në t'i lirë metën, që jo shumë mirë. Shiqe dhe i bitë e gjoksit, japë të rimë. Po kemi raketat, e dini ku është, që s'është më normal. Pra, dashur shqiptar, do t'i shini këta kur të rrije në burg. Basi të marojnë burgun, ka gjërat të tjera, me anë e Zotit. E kuptonë. Pra, shqiptar. Unë e zgjata shumë, pra arsye, që u shoh që jeni shumë pak këtu. Unë e dije që do vini shqiptarët. Nga iknu. Ikna dhe nga të tjerët. I gënjyen, profesor, i mori i gënjyen. Nga traftuar. Kam pre kablin. Zgjidhe momentin. A e keni në fotografi. Unë e lemrova për se të vjen drejtor e policisë. Nëse di drejtor po më dëgjon, të kam thënë dhe edhe dije. Bistova me ty telefon parë se ty vjen në këtë tavolinë. Në qoftë se ti u ke dhënë lej të tjerëve, unë ti do mbash përgjegjësi penale. Në këtë minutë që unë po flas. Sepse një i policisë që është këtu jashtë, i ka thënë njerëzve të mi që janë 2 leja. Do me thënë që ne të përpiqem. Unë të bëra herot dje, për arsye se nga i familje labe. E ti kush je, çka ke bërë në Fier. Po i lash Taramian. Me qenë se ti blokove Berishën atë ditë me detektiv, e blokove në vend e nuk i le të vriqe njëri me tjetër. Pse i ku edhe në 2 lej, sot ka arti Karagjos këtu me në kapuqe, që përdor dhe mek, unë jam nga Balsia. Marsia është në zemër dashur shqiptar. Nuk është Marsia si do vishesh. Ky që kam unë, ky është kanuni i Marsisë. Ky është përdore sot në Texas. Pra, shqiptar, unë shoh shumë pak. Unë ndjej një keqardhë. Pra arsye, u bet qefi atyre që bredhen. Unë i shoh njerëzit të lodhur. Kanë erdhur nga Amerika, nga të katranët. Kanë erdhur nga Kanadaja për të shiruar Shqipërinë. Kurse shqiptarët rrinë në për kafene. Mos në rrinë në kafene. Unë theme diçka që ta dinë të shqiptarët që kudo, që më në 10. Dhe deri më sot, ne i kemi 8 rekord. Kush vete në demonstrat me PS-n, kush vinte me PD-n, janë të njëjtat fytyre. Po unë thash, largoni nuk ka me PS e PD, o shqiptar, u kanë mashtruar. Unë jam i bindur, edhe këtu që janë njerëzit, nuk flet vllaj me vllaj. Edhe një 7500 që ti kur të vesh traktorin autokombanj, më të bjatë do t'ja shkelesh tokën tjetër e brasp. Më të majt ke një tjetër, edhe mbrapa 3 hasp. A i shini sa droga ka, ditën që dhe bëhet me president nga shqiptarët. Nuk do ketë kryeministër, 13 ministër, unë i ka me disa mbrapa shpinës. Do ketë 3 drejtorit dashur shqiptar. Policia, FBI, inteligencë, që të mbrojnë kombi shqiptar. Ushtria është ushtria amerikane këtu. Nuk është NATO shqiptar. Edhe ai generali i dovi, ai është amerikan. E i bën pyetje senatorët para 4 ditë. Generalit e kthye përsëri. Na thuaj të vërtetën, a di gjati që vendri familja e zuri familja ai? Familja e presidentit ka marrë një hotel të madh në Beograd, edhe nuk e aprovuan, e aprovovi presidenti sepse tha me 2 herë mbyllur, ne dëgjojmë çdo gjë dashur shqiptar. E tha, babi im të marrëm hotelin, babi im do t'u japi Kosovën, s'kur e solli ai nga Amerika atë Kosovë. Ja dha hotelin Serbi, presidenti, senati nuk e aprovovi. Po tjetër tha, digja,
të marri tubot e naftës e të gazit, Greku, bashkë me ata ambasadore? Nuk i di. Po çfarë do bësh ti kur të vesh? Unë tha sa të vete, ditën e parë dreq e në SPAK. Po më duket nuk do arri general, unë të njoh mirë. Do bëhet më përpara. SPAK-u nëse nuk i arreston këtë ditë, ja po a them si burrat, nga SPAK-u do arreston. Ta arrestoj. Pra, i paguar para, i paguaj unë. Nëse ky zotnia ka para, ka fëmijë, taksat tënë paguajnë SPAK-u e biroja kombëtare. 100% nga Amerika, as nga një shtet tjetër. E nuk e paguajnë ai sharlatani që thot jam ambasador i bes. Që thot do martohen burr me burr. Ai ish më mirë ti ki para se unë të shkoj në zyrë. Bilem ne kemi në kontrol ku hyn e ku del. Pra, çdo ambasadë huaj dashur shqiptar ka vjedhur. U petëm hapur. Kemi 4 ambasador amerikan. E që thoshte peshku. Ka vil këtë, do arrestohet. A i tjetri, për fati kemi patur të 3, unë u them kinez, pa marrësi se janë mënyrat ndryshme japonez. Do japi llogari para Shqipërisë, dashur shqiptar. Është toka e uaj. Mua vjen keq se gjyshit tuaj nuk u tremën as nga serbi, labri sum tremën as nga greku, kurse sot tremeni nga disa të vdekur. Unë më thashë o tregova historinë. Unë jam shqiptar si ju. Nëse një më godet me shpin, është armiku im. Nëse më vret ja be halal. Po këtu i godasën, u anëzin syt, hundët, vjesyzet, pa karakter. Ju e mini me men, çfarë po them. Pra shqiptar, e policia që rri vërdallë këtu, mos i prek një policët. A i merë $600. A i qyz me qash. Po talen, no, ke shumë nga birte. No, po bën tash i fjallën, më vje shumë keq se unë jam person të them syt, pak mi intereson kushin ju. Po bën punën e propagandës serbe. Po ti ikën policia, këtu digjen si në theshtatën. E do këtë? No, ata e ruajnë, në ditë. A i drejtori policisë që u be i riu, në demonstratën, të lutem, në demonstratën e Saliu të fundit, se mbajti 10 minuta, e blokovi në vend. Ata marrin $600, ato këpucë, shikoni policat kur dilin për këtu, as njëj si ka këpucë të njëjtë, i blen vetë me ato $600, kurse shefat e tyre, jo a keni vënë emri shef, edhe një pastrusi thonë, zonja shefe, që është propagandë e sërbëve. A da nuk ja shef, dhe në ajtut. Pra, këta që janë për dhe 2 partit, edhe këta satelitët sheu e të tjerë, ma vjen keq. A i djali ri që është sheu, që ka hapur parti, gjyshi ti ka vdeku në burg, pa i nuk është shqiptar. A i ka call centri. Gjoja s'kur zgjeni një me tjetër, një nga të njëjti gjak dashur shqiptar, të njëjti brum. Unë them atyre të rive që po gatërojnë, ata që vinë e shkojnë ka mbushur bulevardet plot e për plot që e duan Shqipërinë. Ata janë të dërguar. Ju e pat vetë vajtën dhe ambasada i quajtur avokat. E tha, e ambasad, jemi më shumë të njëjtin si Ilir Meta që tha, ne kemi otomi, rusi, shqiptar. Këtu s'ka me rus, këtu s'ka me sërb, këtu ka ngelur frikacakët. Ngeroni shqiptar, jo të shtyni, jo të godisni, po të thoni, largoj karriken se ka mund. Ky është qëllimi. Unë dofta u lodha ju, që po flasë. Por të dashur shqiptar. Por të lodhur nuk na ke lodhur, po. Me këtë shtet që kemi. Urdo? Kam i jam që vinë kom dhe vinë kom edhe ujtë jam në vete. E di zonë. Vinë një orë kom, për të pa gjithë që të bojnë dhe një, edhe të këtë i kanë punë i një hoqën, ka puna. Do marrën punë, mos u mërzitni, u po them, nuk ditën që ju do zgjedheni, ju s'keni zgjedhur dashur shqiptar. Ishte programi që të rinin 32 vjetë që në Saliu dhe deri më sot.
Për të ngritur pallate, do vinë tuaj. Berlusconi ka 7 hotele në Bregdet. Si ai kanë të tjerët. Nuk i kanë këta që thonë. Këta kanë luksin, hanë, kanë emrin milioner. Në Amerikë të punosh 300 vjet, ti bën një restorant. Kur këse këtu, me 5 vjet, ti bën hotel. Jo shqiptar, janë tuaj. Nëse jo një burra bind dhe stërnipët e atyre që kanë luftuar dhe koskat nuk i din ku janë, mos u zini me njerëzit, erdhi ditë e fundit, është sot, është dita e çlirimit që nuk kanë ku vënë me. E di, nuk të lemni e tje besh i qmendur, do vish në Amerikë e dërnuar 7 vjetë. Ju me vajzën e presidentit të veshtin, to me zotin, to vesh burk, edhe burk, jo do besh si që bëjnë tani, e disë janë burgjet shqiptar. U ven stek, u ven loj kategorie, policat kanë frikë, që janë të këtyre. Ne burgjet do ftajve su vjen mirë, ne do hapëm dyert e burgjeve. Do futëm këta. Se në burg janë për një cigare, për një dritë, ose kam bjell një baq me domate. Ta bëj një pyetje të lutem. Po? O zotri, ta bëj një pyetje. Po mirë, gjyq popullore, dhe shto thot, ne ky kali Skënderbeut që e ka mbuluar ky quajtur president. Kur vjen një turk, mbulojnë Skënderbeut. A i shini dashur shqiptar që janë mbushu bulevardet e Shqipërisë, me anti-shqiptar, me hajdutët. A i shini që Skënderbeut s'është asmiment. A i shini që Teuta, ku është mbretëresha jonë? Pirua ku është? Aleksi Madh ku është? Ditën, unë u them këngëtorëve, mja kënduat në përdasma, mja që po talen me ju, vetëm këndoni këngët e patriotëve që janë vrarë dhe eshtrat e këtyre nuk dijem. Greuni dhe flisni realitetin. Amerika është me ju, po mos ishte Amerika me ju, nuk do ekzistonte Shqipëria. Po mos ishte Amerika me Kosovën, po a them hapur dashur shqiptar. Hapra, ose marrëvesh, a i martë flamurët. Bani flamurët më shpejt, në koridor, kudo, sepse këtu dhe më sytë. O zotri, një pyetje ta bëj. Po. Ka zemër. Një ture emrin e burgut ta bëjo. Po. Unë ka bërë 10 pyetje burgut. Po. Për 5 rrenjë shas. Për 5 rrenjë shas. O zotri, për telefon nuk është, tregoni hallet tuaja. 5 rrenjë shas unë ka bërë burgut. 10 vjet burg. Se ka punë me bashkëpunim. Nuk qenë para kamera, më shka më shumë për kamera. Unë i kam bërë ato, i kam bërë pas të lojtënia e biles, kam dhenë edhe 25.000 euro, që i kam dhenë në burgu, edhe kam dhenë tani datën 1 maj, 2026. Ne këtu nuk kemi asë shtetë që këtu mendoj vetë për vetë. Shumë mirë. Do të realizojmë lebra, jo. Grupi vetë, të dalit Bejtor Heqës, si shpo del gjithë popë jetë jetë. Si shpo del rinia komplet. Edhe ne kërkojmë këtë gjë. Të gjithë rinia, gjithë popë të dalin kemë, që të përpunojnë në burg, me gjithë kolegët e ti që ka marrë pa. Respekt e jurës dojtë të gjithëve, edhe sa më qopë, sa më mirë, u betë Shqipëria. Unë u thash shqiptarve, a e kuptuat apo se kuptuat. Sot është ditë që qeverimit. E Dirama është gati për t'ikur. Por burgdove s'ka ku vete. Vajti në Izrael të dashur shqiptar 3 ditë. Beri dhe djalin, tua ta zërë gojtë se janë fëmijë. Qifut. Dhe i tha më streho kryeministrit, ne kemi inqizimet që flisim me dyrë mbyllur. Më streho këtu, kryeministri, ai që do të varë në mes të Izraelit, vetëm Izraeli, kishte gjyqin a ditë, të paset vite
Edi Rama, kas një vit e gjysmë para, që hapi luftë. Hapi luftë. I tha, a do vëstreosh mua me këllëvisht e mi. 2 milion e gjysmë, vëllësajnë. Ha labër ku i një o labër. Me gush. Vorisajnë, parollën një herë. Izraeli. Shqiptar. Unë kam shok e miq në punën time. Janë të Izraelit. Janë punëtor. Punojnë në Amerikë 7 ditë. Por nuk janë si ata që kryeministri i Izraelit. O shqiptar, nuk do ketë jo Izrael tu, e jo i zi, se të zive kur i thua i zi në Amerikë, i betë qefi, se po të vëshi bardhë, unë jam i zi. Nëse i thua negër, me atë vritesh. Atë janë zi. Nuk do ketë fytyrë të zezë në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë indian, espanjol, që unë ka vajtur me disa restoranta civil, që unë sot që u flasë ju, unë jam ushtarak. Pra, ti shëgosh, vinë atje kamarierët nga Pakistani, nga India, turpi botës. Shqiptarët e mi punojnë si slevë në Itali e në Francë e a hedhën pashaportë shqiptare. Sepse ambasadorët bejnë droga. Djemë të ri, ne do t'i hapën burgjet, i kemi përgati. Ne kemi qesin, o shqiptarë. Sa mira e mira ka në Ingliterë. Ingliterë si kemi thënë, ka kohë që në shkatroj. Ne vërtet në shkatrove, por ne ta bëm kryeministrin të zi, ta bëm ministrin e brendshme të zezë, edhe mbretin e mbajnë të lidhur, që s'është normal më, atë që ne kam bërë ne. Pra, a do hapen burgjet, do vinë në Shqipëri e do vinë dhe ju. Dosjet do hapen këto dosje, të dashur shqiptarë. Ata hynë në burg për kafe. Dosjet ne i kemi të 24-ës dhe deri të 90-ës që thonë këta janë prishur jo, i ka pililqë. I kemi marë originalet. Por, po të shosh, ka futur vëllai vëllanë. është keqardhi. Unë kam dosjet që do hapë. Unë do hapë dosjet. Zotni, ata kanë baruar fëmijët e tyre, s'kanë kuven me kësher, pantalonat. Pra, dosjet do hapen. Që ditë që ka hyrë Berisha president. Dhe deri në këtë minutë që flasun. Dosjet e spionëve të Francës, të Italisë. E zonë këta hotelet që janë, se bashku me ata që quhen gazetarë analistë, që dalen për ditë. Ata janë agjendë. Ne i kemi dokumentuar si hynë në të bë e si zbresën. Si hynë në Greqi e si zbresën. Pra ne i kemi të gjithë. Por unë doa vetëm i gjë. Kur ju të keni vila, hotele, që disa zbardhën dhëmbët, që s'kanë kucim të na shkruajnë. Ne kemi vetëm 13 milion klikime sa kemi hapur të veshpresën. Që shkruajnë. Vetëm Amerika ka 660.000. Pra, është fjala që shqiptarët u zgjuan, po u zgjuan ata të Amerikës e të Evropës. Milano sot bëhet ajo. Në Itali. Një miku i Sali Berishës, më duke se ka arë sot ai, Rini Gjozi. Mani mend që vajtët sa para të firmosura $1 milion, ai personi ka marrë. Dhe vajti në demonstratën e New Yorkut. I thanë, ik nga i ka ardhur, që ne të rjipë. Iku e ka ardhë këtu. Po jo këtu të vijaj, po në henë, këtu doja për llogari, unë thash ju që thotë e zotni ti djegëm. Jo shqiptarët nuk djegëm. Unë kam thënë gjyq popullor, po ta shpjegoj ty që ke dhe mosh. E ti çdo thot gjyq popullor? Me gur të bie. Edhe për masakrën e Dirvarit, nuk ka thënë mirë në Italia. Po në fitë, një vroj 6 mikë të varë. E dim të. E dele vetëm kapelet, kur vajtë në Beograd. Unë i di, o shqiptar. I di. Që ki, si është, sa vesh i del jashtë, sa bujë kajtë për kontrol. Po i di, po që të bej, me këta njerës që po shoh këtu. Ku janë shqiptarët? Rini në përdritajet, $80 mini. Kur të bini nga kati do thjeni hundët. Tur të keni. Tirana 10% janë këtu.
90% kanë ardhur nga Tropoja, nga Mirdita, nga të gjithë anët, Kuksi. Kanë erdhur, kanë punuar në kooperativë, kanë marrë $80, kurse këta kodosha u bin kashillek, shkojnë me limozina, me xhame të zi. Pra, shqiptar. Zgjoni të vini të regjistrojni për në ministri, të regjistrojni për polici. Ne ta keni moshën. I thoni tjetër, largohuni. Jemi ne. Nuk kanë kuvend, nuk kanë më miq këta. Ne kemi shkurtuar të gjithë. Gazetar që e parabe, të pyetje, se unë dua nga gazetarët. O profesor, kam në unë pyetje. Më vonë. Jam dakord. Më vonë. Kush do që të ketë pyetje? Jeni të lirë, flisit taktike. Unë thash që ose se këni kuptuar, dhe ata që se kanë kuptuar mirë, Pilinqi ka ardhur në 90 këtu. Dhe Pilinqi shikon çdo milimetër. Dhe po u flet sot Pilinqi që kanë veshur shtrak, po u flet që kryeministri i Shqipërisë deri ditën që të bëhet zgjedhje për 3 muaj. Pas 3 muaj zgjidhni këtë keni dëshirën, do ketë president. Dhe unë jam person, zoti ta thash edhe partia. Unë jam person, ti më pyete, a është Amerika me ty? Më si më the? Se unë mbaj mend çdo gjë, emrat nuk i mbaj mend. Se kam milion në trurin tim. Pa ma që kam bistruar me ty, e me tjetër ide. Dhe më pyete më the, a është Amerika? Ky i vogli që gjini ju, është Amerikan dhe ka shumë fuqi. Unë s'pys, as ambasada, e as president, ti një diçka mund të thot njëri, po kjo që ka i qmendur. Unë jam normal, sepse kam dhe dhe gjak për kombin e Amerikës. Në 1989, kur muri Berlinit, unë kam që 3 muaj në koma. Po. Të dashur shqiptar, Aleancë nuk kam e nuk kam më partit, se këtu shpra hapur. Unë kam thënë 80 deputet, Sali Berisha tha 89. E diri Rama tha 101. Nuk janë me parti, to parti do hapi llogari e ti do t'i shosh me sy të lidhur ka me kokë. Nuk ka më parti, ka shqiptar. Atë parulli që thonë ata të mos vitë partis. A i ke parë për para si dalën. Si dalën. Unë jam i partis të demokratëve. Doli e ndjalë me një qetë. Në mes të njerëzve. Unë them gjithë shqiptarëve rrini urtë. Ata që vjenë. Rrini urtë se do përfundoni e sua pret mendja. Ti e djalë i ri. Si ty, jo të bi qefin. Se mua pak më intereson, unë ja them tjetër në sytë. Ju vedim të rinjë. Për ju ka nevoj kombi. E jo për ata që dalën për televizorit të sërbëve. Si ai në televizorin Klani. Ata janë hajdut. Ata janë rrugaq. Ata janë spionët. Kur ka mërthu me në 10 në këtanë me gratë të gerë. Të Ministrisë të Brendshme. Të gjithë 85 që do arrestojnë. Edhe një ylli. Se po ja përmend prap. E ka mik, të ka mik o ylli. Të ka mik nga televizori. Po të ka mik. E po unë quem për lumë Gani Pilinqi. Ti e djali i ri. Para se të lindjen ti, unë kam qenë në Amerikë. Unë kam qenë i lidhur kokë e këmbë. Sidomos më 70-ën. Ne ishim të trenuar, bëjmi 3 herë apel. Mu më gjojnë të kampet e intrenimit. Pilinqin, këtë që që këtu, me ka legujduar tërë familjen. Mos kam asin të vdekur, përveç që nënës që më vdiq në Amerikë 104 vjetë. Të gjithi kam të pushkatuar. Dhe me bërë në arrest shtëpije që s'ka patur në Shqipëri arrest shtëpije në Shtyllës, me një dhomë të ngush. E kur vinde, Kadria Zbiu, këj që sheti këtu i thoshe, atë revolje që ke, nuk të bëm. E një pse i thoshe shu, të më vriste. Si shtoni ju vra e tjetër, ja, lere, plagos e qenin, këte anjë, janë këllyshët e qenëve o djaliri, unë të shoti me kolar, po ty së të pagojnë. Kurse këta marrën miliona, parat që ka e dirama me 3 kate janë tëndit,
parat që ka Sali Berisha në pra të tunelit, e më fund do të them shqiptarëve të vendimarë. Pra shqiptar, unë durova sot ishte ditë e fundit. Është ditë e fundit. Bangat, nëse keni para hiqini, që nuk janë bangat, përveç banka shqiptare. Janë bangat të quajtur amerikane. Në Amerikë janë, s'ka banga Amerika. Janë tëra private. Qeveria teknike! Çfarë të duash? Ne nuk ben, a ishe unë pardi atje. Unë të shqiptarët që ishën, donin që të dinim. Por ne dim se që ben. Ne në këtë moment që po flasë, po atem shqiptarëve hapur. Njerëz të mi. Ne shëgojmë çdo milimetër. Dhe dëgjojmë çdo milimetër të çdo njeriu. Po të dilte Pilinçi aty, si që dola, bilem ti, u the disa timit, që thuaj të dalit se pra të kemi erdhur. Ne shëguam, dëgjomim, bëmim, dualëm, aty ishin ja 5 veta si ai avukati, si një rrugaq, që nuk dihet kur sonte. Pra, i dashur liri, qindro, që e keme orë e me ditë të shpëtoni Shqipërinë. Thuaj shokëve tëndë, që janë, do me thënë, të rinj, që janë në teren, që u qoni teren, u erdhi dita juaj. Ju do keni televizor, ta televizor që janë, nuk janë më. Këta u kanë urur autoritetin a ishini qabin në klani, në top channel, që s'ka bërë vaki Shqipëria, martohen, bëjmë budaleqet në të mëdhaja. Ju zojnë që më mirëni, unë gëzojem, unë e di kushin e ju. Po të regoni shqiptarëve realitetin, që unë punin që kam, unë i di kush vjen këtu. Pra, të regoni njerëzve, beu shqiptare. Qartë fytje ke? Unë jam gazetare për 28 vite. Pas 17 viteve të përvoj punë, unë jam përjashtu, tash 4 vite, 5 vite unë e punoj gazetare e pavarur. Megjithatë, unë jam shqiptare dhe duhet të di më shumë për fatin e Kosovës. Keni deklaruar disa herë se ka zgjedhje, por domethënë do të ketë votime, por nuk ka zgjedhje dhe nuk ka zgjedhje për qeverinë e Kosovës. Përgjithësi për shtetin e Kosovës, përderisa nuk valon të them. A na shpjegoni më qartë se çfarë keni menduar dhe cili do të jetë fati i Kosovës? Raftu Çekeja! Unë e kam thënë hapur. Të dashur shqiptar, pare se të fillon të lufta në Kosovë. Avionët bombardonin zonjë. Clintoni s'dinte gjë. Clintoni doli mbas 7 orë, presidenti i Amerikës. Bushi i thoshte djalit tim, pavarësisht se ishte demokrat. Në Amerikë nuk ka demokrat e republikan, unë jam republikan. Presidenti që kemi sot, a i s'është republikan. Edhe a i se di nga jashtë. Pra, për Kosovë, më pyte. Kur avionet bombardonin në Serbi, pas 7 orë, doli Clintoni. Doli para publikut. Ti e di mirë, unë e di qa punë e bëmë. Pra, doli para publikut dhe i tha, jemi në luftë me Serbinë. A i tha që i qesh në burg, e ata 4 të tjerë. Unë kam dërguar letër gjykatës të Hagës. Jo si, shqiptarë që janë këtu, po punën që unë kam, dhe ata do venë më shtëpi. Sepse, unë kam fotot, kur Amerika e mbante nga pas djalë të ri, a i s'ka shtëni një plumbë, po e i shqiptarë. Këtu më kanë thënë të gjithë, sidomos për Ramushin që ka 2 veta të vrarë. E thonë, ka vjedhur, e nuk ka vjedhur. Nëse e ka vjedhur të gjykohet në Kosovë. Po dalën dhe fjala që më theti. Ka 1 vit e gjysmë. Kurtit i kemi thënë. Kosova nuk është kooperativ. E s'ka dërmend të bet, më kupton që a them. E s'ka dërmend të bet komunizm. Mendet tokën e Shqipoje patriot. I ke me thënë kurtit, po zvure këtë flamur. Edhe flamur e u qikes, se e në Amerikë është dashur shqiptar, po t'jesh New York, ke flamur Amerikan, për gjithë 50 shtetet, po ke dhe flamur e ati shteti. U qikeja, që e kam përqarë,
ka luftuar. U që ka sot që flasëm në të dy, ka një pension qesharak, kurse disa. Të njëjti njerëz si këtu, vjen rumbullak e vjen përsëri. Nuk ka zgjedhje dhe ajo zonja që ishte presidente. Pse i tha presidenti një fjalë, që më bëj një telefon. Nuk fytet presidenti i Amerikës. Ti je të bindur. Pyetet sot kosovarët, unë nuk e harroj ditën e Kosovës të njëjtën si me Çamrit, që nga 44 dhe deri në ullisht e Vlorës Çamrit të nxjerrë Kosova përsëri. Duke vrarë krek, duke qarë nëna tona, fëmijit, kurse Kosova me 99 që nga Prishtina në Dobor zbathur arritën Trapoj, i futën për shpirat, arritën Tiranë, Shkodër, Vlorë. Pra zonjë, ua kam thënë, u bëzjedhe pas sa ditëve? Ja, nuk kam. Po mos vunë flamurin e Shqipërisë dhe flamurin e UÇK-s, nuk ka zgjedhje, nuk i lem hapur. Cili është mesazhi? Pse them unë do bëj Shqipëria me kufi natyror? Kosova do bëj qeveri teknike. Maqedonia fillovi. Malizi fillovi. Shqipëria qeveri teknike për 3 muaj. Do zgjedhet nga ju president, do zgjedhet nga ju deputet. Ditën që bëhet presidenti se tërshleku ka ardhur nga kjo tirani për Kosovën, për Çamrin, për Malezi, për Maqedoninë. Atë ditë bëhet me telefon. Alo, Kosova, jemi bashkë. Atë që bën populli në botë, se bën njëri. Pra, nuk ka me liq, ne nuk na ordon dikush këtu, më ka thënë, ashtu, s'ka i duqe, po miro pilin që tu amash palatet këtyre, dhe tu e të tjerve, po këta të edhe në gjyqë, unë thash, po ju dofta se kuptuat, ne nuk pesëm për agën e sërdve, e atyre që kanë balë, kanë hotele, unë do të tregoj vetëm një shembull të vogël. E mbani mend që u hap një hotel, një televizor këtu, një italian, ti duhet ta mbash mend se ti ke vajtur shumë herë. U hap një hotel këtu, një televizor. E hodhi gjyq Shqipërinë në Hag, e fitoi. Ai kameri i shkret, shikon te gjyqtarit. Kur doli, u arrestua. I bori parat? Ja. Pra zonjë, Shqipëria ka zot, ka Amerikën, baba Amerikën, ka shqiptar patriot që ka dhe njak për Shqipërinë, e kam thënë hapur, jo dhe ty, por kur unë kam hyrë në punë djalë i ri në Amerikë, e kam thënë presidentit që ka qenë dikur, që unë jam shqiptar. Nëse Amerika lufton me Shqipërinë, unë do të bje ty, për herë të parë. Dhe e kam thënë, presidenti dikur ka qenë shqiptar dhe hoqja dorën nga betimi. Të nesme, me gjithë plaku Bush, u betova. Thash, është Shqipëria, e dyta është Amerika. Sepse ky flamuri ishte me mira vjet, ky ka 250 vjet. Ai kuptoni. Zonja gazetare, ti duhet të thosh shqiptarëve realitetin kudo që je. Shkruaj, se unë të di kush jeni. Por Shqipëri nuk e njifte njëri. Ne e bëm që njojmë. Ne i bëm punët që nga New York. Në për Evropë që janë mbledhur. Kurse policia e Gjermanëve kërcen dancë me ato daullet. E di që thot daullet? Me të malësisë, me të sërullë. Kërcente me shqiptarët. Kurse këtu i hedhën bezin shqiptarëve. Nuk bëjnë një flamur shqiptar. Berish, hiq flamur amerikan që nesër, që ke ven njëre heq njëre ve. Ambasadori e Jurikim, kur Ilir Meta, që ose e mbaliment, bërë një demonstrat në bulevard, si president, dhe e vuri flamurin në këtë mënyrë. Do me thënë, në mënyrë zije. Jurikimi ti bën telefon. I tha mbej telefon, edhe i tha hiqje telefon, hiqje flamurin, që ty s'takon.
s'kan të drejt ver as një flamur nga këta. Kurse shqiptarët bani 2 flamur në dritare, në pengjere, në makinë, si shqiptarët që mbajnë në Amerikë. Pra gazetare, Shqipëria njëhet është. Ka 3 javë e një i madhë. E ky presidenti që kam, dhe vend thoshte Shqipëria, tha një shtetë tjetër s'dua ta them. Zoj, nuk i din presidentet kush vjen këtu. Janë zyrtarë. Unë e një gjë po të regoj edhe ta din shqiptarët. Kur presidenti Bush, më fali, Rogen, kur u bë president, a ishte guvernor, Kallbojs, bënte filma. Kur u bë president, se tushe pushit ishte president, vice president në fillim. Fillovi ditën e parë pa një zarf të vullosur, ase prik, ishte Kallbojs. Ditën e dytë u bën 2 zarf, se hapiq. Ditën e tretë 3 zarf. Sekretaret janë, nuk kupton kush janë sekretaret. Sot i president, hape zarf. Ç'ta hap? Hape. Kur e hapi, i thoshin ç'a do vend. Kurse presidenti Reagan, unë e njihja fare mirë. Ishte Kallbojs, para se ai të bënde romanës, të bënde librin që kush ishte presidenti që zarfi. U smuri shkreti, se mbante mend as të shoqja, e as fëmijët për 9 vjetë. E pra, këta janë shqiptarët. Shqipëria është Shqipërisë. Ne kemi krijuar Evropën. Mos veni larg, eni ç'afrikeni. Do humni vetëm telefon që ma ka dhënë Edi Rama. Do humni kafen që pini. Do humni atë sandviqi që i merr autobuset që vajtin Vlorë e i thanë studentët, largo. Vajtin i Shkodër i thanë largo. I mori shpurrën e tij. Desh të vriste shqiptarët dje. Po e pa, i tham, Edi, mos, që kur ti ke zvarë që nga ku të kapëm, edhe kur të sjellëm në Skënderbeu, mund të kesh vetëm një thua. Kështu e duan këta, por ne nuk e bëjmë. Unë dua që të shihnin për burgjet. Pra shqiptar, bashkoni vlla me vlla. Unë e di që besoj se 2% të shqiptarëve se kanë këtallë, 90 e ca e kanë. Bashkoni që u kanë shkatruar. Bashkoni motre vlla. Bashkoni bab e bish. Sepse në 90-ën, sot janë 70 vjet ata që hypën në vaporet. Ishin kocke lëkur, italianë të ujtin buk si qend, dofta është dhe do një nga ju që ka parë. Vajti Amerika, u dha buk, i strehovi. Ata fëmijë sot i kanë nga 35 vjetë. Ata duan tokën e Shqipërisë të vinë. Ju nuk e besoni, dofta zotnia që ka qenë. Shqiptarët në Amerikë, në tërë botën, qajnë, jasë te kujtyre është bru ujë, djersë. Nena qanë këtu. Sa nena kanë vdekur këtu mbas 3 muaj i kanë gjetur. Pa drita, pa ujë. Oke. Pra, të dashur shqiptar, kush ka hall të tregoj realitetin, është i ftuar të vi, të flasi, të nxjerrë atë të keq. Zotë Kryeministër, kisha një pyetje. Si smaku vonon arrestimet? Kur ato dihen ose të tyre dihen? Profesor Tuta, se ma lejon venet dhe i flas. Hajde këtu. Në pripolje të Sanxhakut, plaku im shpëtoi jetë oficeri. Partia Komuniste ma heqi prej pune. Ja heqi testën e partisë. Të diskriminum në fëmijë e sot. Jetoj me 220.000 lek pension. Kurse Dirama me Berishën na premton shumë. Nuk na dhan asnjë gjë. Janë dy burrat më të këqij të kombit shqiptar. Këta të dy nuk lejohet të drejtojnë Shqipërinë më. Na marshin të keqen si popull. Rinin e Shqipërisë e be kovë zoti. O zot aftësi e marsi për jetën në dhashtë. Se këta të
pa ftyrë, të pa karakter, të pa moral, kanë sha e përsha njëri tjetrin turpi i botës. E në hala në bëjnë ne karshillikate, turp, largohuni 100 vite dritë largë, më t'ju shohëm ma. Jeni maskare. Kur mos ja pash i harin vetës. Profesor Pilinqi, zotit Bekoft, bashkë me Amerikën, bashkë me Shqiptarin, je kokë e veçantë, të falenderoj pa mash. Ti për qonë Shqiptarin kam. Prej Drenicën, Malgjakovës, po luftojnë djemë të Kosovës. Më ka rrit nana një Albin Kurt, ma Bekoft zoti. Po është Halil Matosha të maskarejt e Baton Hajijat, maskarejt të poshtër. Odaj, turp, të visë, shqiptar të asimilum të Serbis, kanë ardhë, në kanë vara, në kanë prej, kanë bon si duhen. Në lënë ne me një mjerim, kam gruen, jam viktim punë në Itali. Marë 240.000 lek, gruja s'pa punë. Si t'jetoj unë, more tira më maskara i poshtër. Turp, më premtove shumë, erdhe me fjallë të konicës e po shkon me fjallë e pisit. Ke vjedh, ke mush banka të botës, turpët më loftë. Prapë sa e du Shqiprin, sa unë, sa ju e du Shqiprin. Nuk e dërë Shqiprin ti, je maskara i poshtër, bashkë me Berishën, të di. O zot, në mbron nga policia, se policin do t'a falenderoj. Drejtori është bu, për ju me ju. Atërëm, të gjitha të polici janë kundërshtim, janë hajdut, të largohen, të heqin atë kapele nga koka. Nuk e meritojnë. E te prova pa kërshok, jam te për imlehëm. Të Bekov zoti, rofë Shqipëria etnike. Unë jam nga Laçi, bi, nuse, nan, gjyshe. Ova nga bona protest, edhe fitova edhe gjyqin, ma dha të drejtën se kishe të drejtë për pronat, për bashkin Kurbin e cila është që nga koha e Pjetër Zefi që ka qënë kryetar bashkie, mas Pjetër Zefit, Bardokrica ka, unë e Bardokrica e Leni Luca kina hap demokraci në Laq. Dhe më dhonë dikur kur u bo Sali Berisha me shumë vota, e hoshi Bardokricën nga puna, sepse i tha, o zoti kryeministër, e ke gabim punën e 7501 që të fusish në gjakderdhje në Shqipëri. Është e vërtet. Edhe ata e hoqi vetëm nga kjo fjalë. Pra, t'ishte Bardokrica sot, kryetar bashkie, ose një ta kishte majnë punë, nuk ishte bashkia Laçit, nuk po punon. Edhe nuk ishte bashkia Laçit familjare si është sot. Që kur e ka marrë Luigi Sufi, vlezër me Gjevalini Sufin, familjarisht, bashkia Kurbinit është shit pronat, ka 2-3 herë, 2-3 familje të njëjtën pronë. Në këtë pjesë jam unet. Unë kam pjerë repartin ushtarak 6144, duke dal ligji për repartet ushtaraka që i kanë shitur, në bazë atij ligji i kanë ble ligjëriq bashkë me bashkin, bashkëpunim me repartin ushtarak, dhe kanë fitu pasani u penun, edhe i ka mshu në gjyq mu, e unë e fitova. Atëherë i kam vazhdu gjyqet, që gjitha gjyqet me radhë, dhe i kam fitu për pronën që m'ka dhënë bashkia dhe reparti ushtarak 6144 dhe 7701 komanda në Shijak Durrës. Këtë pasuri unë e gëzoj dhe sot, jam edhe sot në shtëpi. Por, ai Gjevalini Sofi, drejtori i AKB-s në bashki
Hystin Laq ka marrë e ka shit prap Hysten komshiu tim. I ka marrë pare ma shumë se ma ka shmu mu. Ka marrë edhe për veti, edhe i ka da me komandantat e shijakut atje, të gjinet ai komandanti që i ka po këtë punë. E në masani, plus kësaj, ai Luigi Sufi, vlaj këti Gjevalinit, më ka bo 3 puseta, si për shpis më e të kotrës, me ujra të bardha nga 4 metra mes njëna tjetrës, 2 cop, dhe një cop tjetër, e një tjetër më ka vu puseta ujrave të bardha. Prap, po. Të flasim dhe ti. Bravo. Një minut. Bravo. Po. Hallet e Shqipërisë, ti ke marrë ushtërinë e një tjetër. Sot them diçka do të thotë. Do njeri që ka marrë pasuritë e të tjerëve, do të hipen atyre që kishin më përpara. Po ç'më mënyrë do të hipen? Nëse në pasurinë e atij që këta e quajnë ish pronar, jo, janë pronar. Në pronë e tij që është bërë diçka një me vogël. Shteti me presidentin e ri që do vjet nga ju do votohet, do t'i vetë t'i thot pronarit të liq. Ky zotnia ka bërë një shtëpi këtu, e do këtë shtëpinë, apo të t'japim një hotel në Bregdet. Nëse ai thot ngul kemët si që themi në shqiptarë si mushka, i themi zotniu që ka bërë një kasolle atje me 2 katër. T'japim një hotel dhe ik për këtu. Pra do vi që do marri prona i që ka, dhe prona ka këtu shumë zonjë, ka shumë prona, ka hotele, e zhona e që është aty në kate, që është e kërshime, a i do bet me familje që qose ke vajza o po djem, të martohen e tjena atje të shtojt Shqipëria. Nuk e bin Shqipërinë si a i ambasadori që del këtu, edhe populli shqiptar ka frikë që është i rravur, a i të iki të qërojt për këtu, se këtu së është Hollanda, këtu Shqipëria. Edhe ajo bashkia që këti keni ku afër këtu ku është. A i që është në burg sot, martovi 2 meshkuj. Për atë do api llogarie. Në Shqipëri s'do ketë me këto zonjë, as droga. Këtu do ketë martes një vajzë me indial, të marri 2 hyrje të gëzoj. Kjo është. Pra, ju, sidomos foton tënde, unë e kam në zyrë. Kur hype maja saj, që spaku duhet të dilte, të kërkon të falje, edhe të thoshe si ke hapë. Por kurse, Sali Berishën, e shanë spakun me letër shtëpije, në asgjë, po aman do japi llogari. Pra, u erdhi koha shqiptar, kush ka hall të thot realitetin 2 minuta. E the zonjë, nuk ta heq. Bravo. Kam respekt për ty, por çdo njeri ka hallet e tia. Hajde, bravo, shumë mirë. Kam kalu kufirin tu shëmish për gradet, se kam thënë. Tani ka 35 vjet në Amerikë, dhe e lash Amerikën. New York, Staten Island, Stockholm, New Jersey, kudo. 2 goza ti kam avokat, i kam pa punë sot. Me 400, një lekë thonë, dhe ekselent kanë qenë. Pa punë, shpi. Këtu janë. Këtu janë, ka që kisha. Këtu janë më të mira. Ju falenderoj gjithë që keni ardhur. Profesor, ditën e parë që hajdutët do hyjnë mrena, edhe do jetë në fuqi kushtetuta, edhe kjo hartë, dhe kesh emrin mas atij burri aty. Po, bashkë aty. E thash që përpara familja ime ka bërë shumë mirë, nuk ka qef për emër. Iku punë e komunistave që e ngrinin në qell edhe basjaca vjetë e rëzonin plak. Ka ardhë koha realitetit dashur shqiptar. Ka ardhë koha se kush të ketë pasurinë e tij, sepse ka këtu. Kur erdha me në 10-ën, ne jemi më qatë ditë, e shirojmë Shqipërinë. Vetëm bunkere do të ujipmi. Edhe ato para që doli një qek i bardhë, që s'u dha,
se s'u ipim këtyre, do blinit bicikleta, do blinit gjikafsh, edhe nuk do kishtë asgjë. Kurse sot të vajt e erdhe këtu, kam bërë hotele, i keni ju. Sonjë, do kesh ku është e zonja, do keni çdo gjë. Ne i dim që bartë repartet i shkatruan, që i bet me gjak. Ne i dim që fyshekët u shitën si gjoja për kilë. Pra, shqiptar, erdi koha e juaj. Ju e që folt, e ja pra nesër, zërë një vend. Kura i kryetari bashkisë që s'ditë në mëroj 10, a here, pse nuk janë zëven, a ishe kush janë në ministri. Na vjen turp kush janë në parlament, o lumi i lumit. Më falë se e një gra, bajnë sa çanta nga $20,000, e sandalet u i kema përse prapti. Sepse nuk din të mbajnë, nuk janë fis, nuk janë familje, por nuk janë shqiptar. Se po të shqiptar, nuk e bënë atë që bënë. Pra shqiptar, erdi fundi. E dirama, ik, po kush e le, këtu, t'ja pilogari. E në ky burë që e keni këtu, të doja pilogari shumë njerës. Ajo është puna, që t'i shini, edhe ata që rri larkë shëtisin, ata do gjenë vendin. Që janë pishtat e tyre, janë vjedhjet e tyre, mbajnë hotele gjoja i kanë ata, po s'kanë ata. I ka Serbi, i ka Greku, i ka Rusi, i ka Francezi. Do t'i kini ju. Lëng dojat. Përshëndetje gjithve, unë jam nga Vlora, në fakt origjinën e kam nga Ducati, dhe familja ime është një mozaik, edhe me ballist, edhe me komunist, po që kemi dashur dhe mbajmë njëri tjetrin akoma sot e kësaj dite, se gjëja më e çmuar është atë thellë. Vi këtu dhe kam ardhur dhe vjet kur e hapi qeverinë në Vlorë profesor Pilinçi dhe e ndjek pothuajse natë për natë. Më frymëzon. Ajo që dua të them për problemet e Vlorës është ne ngrihemi të gjithë për këtë flamur. Ati ishte një shesh flamuri, fillimisht kemi dalë 4 femra. Na ka marrë në polici se mbronim sheshin e flamurit që donte ta bënte stacion autobuzash kryeministri, duke gënyer, pastaj jo janë këta, jo do bete bukur, jo s'do bete bukur. Ja mori atë ndërtesën pronarit që tha do ta sheshoj, nuk e bëri këtë. Po ai shesh quhej sheshi shehidëve, e ka ideuar një prift shumë i dëgjuar, do Mardvasa bashkë me Shtjepën Gjeqovin. Dhe ato 4 topat që ishin 4 vilajetet duhet të bëheshin, meqense gjatë mbarimit të luftës dytë botërore, profesori e di që në 23 shtator në Amerikë, Lulkuqja u vendos që të ishte pjesa e të rëndve, simboli të rëndve. Dhe atë Shtjepën Gjeqovi së bashku me Nolin donin që aty ta bënin një shatërvan me Lulkuqen me 4 petale dhe pjesa lartë të vendoseshin ato të shahidëve. Nuk u bë. Tani janë qepur shkollës tregtare, ku ka dhënë profesor të jashtëzakonshëm Ernest Koliqi, profesori Sufluzaj të jashtëzakonshëm, se ndërtuar në vitin 1924 nga Noli. Se çfarë bëjnë duke gënyer në mes të ditës, nuk do prishim atë, nuk do prishim këtë. I kanë prishur të gjitha sheshet, edhe sheshin përpara bashkisë, ku në 24 janë marrë nga 9.000 banorë që kishte Vlora, 900 janë çuar në përkampet e përqendrimit dhe ishin zakonisht familje tregtare të Vlorës. Edhe atë ka ndërtuar një krokodil me beton. Sheshin e Skelës, që quhet sheshi Pavarësia, po e shkatëron, po i lëvizin shtëpisë të qeverisë shqiptare, po i lëvizin themelet. Ajo që dua të them unë është kjo, që njerëzit që prishin simbolet kombëtare janë shumë të rrezikshëm. Edhe ne në Vlorë jemi ngritur tani, kemi ngrënë dhe telat me gjëmba. Unë jam vajzë ushtaraku, po babaj kur nuk më ka thënë që të dua partinë përpara dheut. Nuk kam qenë asnjë parti politike. Të japësh Sazanin, të japësh Karaburunin, të japësh Nartën dhe Zvënecin, është të shesësh atë dheun, ose kemi ne në Dukat një shprehje që qëni lik ta sjell ujkun brenda shtëpisë. Të lutem, na ndihmoni profesor që t'i ndjekim këta njerëz të ndyrë. Ju përmendë Sazani, vetëm vetë Karaburunin, Zvënec. Ti e vërtet e ka Vlora, po ti se di kush ka qenë Zvënec.
ne ishim në Shtyllës. No, ka qenë kampi I vdekjes. I hidhin me helikopter, hanin bar dhe sa vdiq. Bajmën fjalë që themun, nuk do marri njeri 1 centimetër për tokë, jo për Sazanit, që Sazan nuk është gjë fshit, aty janë Amerikanët. E në Bërnes janë Amerikanët. Pra, nuk marrën asgjë. Çdo gjë e kanë shqiptarë, se ka dalë disa që thonë Zvërnec, kemi toka. Zonjë, si ka patur një toka, se unë e di mirë. Unë e di mirë historinë. Shumë mirë. Unë i di me dokumenta originale që ne kemi kapur në Amerikë në Vatikan. Kush I ka, kush I ka. Unë va kam thënë originale më përpara. 2 persona nuk do marrën pasurinë tokën e Shqipërisë. Vërlacët edhe toptanët. Si e kanë marrë me imponim. Vërlaci thotë unë Shtyllas, ku Shtyllas I në Bregdet. Unë kam Elbasan, thotë kam Sërriku, unë kam Lushin, ku gjetje? Nga e gjeti nga italianët. Edhe të tjerë. Pra këtu do marrën pasuria ata që thoshin Agalar, ata që thoshin Beler, ishën spionat e Turqisë. Keni një fevziu këtu ju, që ka vajtër me 200 shtete, e nga që fshatë është ai nga Starova e Pogradecit. A I s'ka patur Vuktahante. Për spion punë e madhe. Spion s'la njëri pa futur brenda. Po është akoma sot. Edhe breth me kaq zonjë. Unë a thash, po ju e kuptoni ose kuptoni. Këta do vdesën duke punuar me zinxhir. Se pe patriot të Shqipërisë. Ti përmende ballin kombëtar unë flas hapur. Balli kombëtar ishin nacionalistët. Nacionale qeveritare ishin edhe ata patriot. Po mbas 44 u bën me rusët e me sërbët, me Meladin Popovicin. Pra zonjë, ti le me janë, Ramizi vuam ka thënë New York, kur erdi. Se bashku me një që I thoni shkrimtar I madh Katare. A I mban me si tha Katarea për 8 vaporët që u bush jashtë. E pra këta janë zonjë që kanë hotelet do t'i kini ju. Këta janë ata që u kanë coptuar ju. Katarea ishte ai që shkruante për Amerikën, imperializmi amerikan. Kur kam ikur neve, na shkruante ikët tradhtar. Tradhtar ishte ai. A vajti Develia, zonjë e ti. Do me thënë me I shkop. Të mbrot Develien, po hyre në burg. Tani që kanë hyrë, e zorë dalë gjallë. S'ka miq. E lam Ilirin. Dhe pse e lam Ilirin, ta dinë dhe shqiptarët, që ta mësojnë. Ishte kryeministër, ishte president, kryetar kuvendi, baba I tij ishte domate. Jeton mi shtëpi, faqzi. Kur një fëmijës ndihmon babën, ai s'është shqiptar. Pra kjo është, na sulmuan 46 vjet bolshevikët, na vranë ne deri më 74. S'kishim me këpriste. I kositën, hangër kokën e tyre që në Beqiri. Beqir Balluku kur e kanë vrarë, se kanë vrarë ku thonë ata, ka vrarë dërkemët e mia në ministrinë. Thoshte, rovt bolsheviku, kur e mbyll dorën, nuk më vjen mirë. Pra këta janë zonjë. Fëmijët e tyre Balluku që e kërkojnë gjithë, a burg do vdesi. Po si Balluku ka me mirat të tjerë, ajo është fundi. Ajo punon të shkreta. Erdi këtu, kur I pa këta që I nëmëronin parat me metro kupët, së mos marrë tha unë me torba. Kur I pa këta që I minin parat, Edi Rama vinte makina shkarkonte $, po së mos I marrë unë me metro kupët. Pra zonjë, këta dojnë burg, e do api llogari para jush, e do të shini me sytë, po unë u bëj thjerrja e fundit time është. E jani, regjistroni për ambasador. Tuen 30 ambasador më çdo shtet të Shqipërisë, të botës. E janë të rinj, kush është ekonomist të regjistrohet për FBI. E janë të rinj, kush është 16-17 vjeç, të hyj policë për 20 vjet. Nuk ka me, të tëra do t'jenë si në Amerikë. Në Amerikë, si bëhet vonë kush është guvernor,
hyn 20 vjet është policë. E janë të hynin inteligencë, kush i zoti në kompjuter, kush i zoti që nuk tregon mbas sekretin. E janë të regjistroni është serios, të mini Shqipërinë. Këta shisën mendjet se unë s'jam gati. U kam thënë. Nuk vetë vetëm unë me 13 ministrë. Duhen njerëz, duhen në qeveri. Nuk i heqim këta të qeverisë, pavarësisë e nga e keqja vjen në Edi Rama. Po 20% do heqën. 80% ata që punojnë, do rrinë. Policia komplet, që janë ata që marrën $600-700, si heq, do viret, ne kemi bërë me 2100, a i broshuri që shini ju, është pensioni $600, që kemi bërë, e kemi bërë policinë, ata policia që rri, gjuna, a i s'ka të puk të haj, 1200 për 2 javë. Për arsimin, u lutem profesorëve të vjetër, mos mendoni se është hapur propaganda komunist, nuk ka komunist o vëllezër, nuk ka socialist, nuk ka demokrat, po ka Bashkimi i Shqipërisë. E janë mësues, punoni një vit, të mësoni studentët, se fëmijët janë pa shkollë. Mua më ka erdhur një nxënës në universitet, e më tha, Pilinçi, unë jam në universitet, si duket e profesori, të lutem, a i s'ka bërë 7 klasë shkollë, profesor në Universitet Tirana. Sa universitete kanë hapur këtu? Në Qinda, hajdutët grek, kurse tëra e New York, 11 milion, 3 universitete. Pra shqiptarë, këtu e kanë hapur propagandën që tu leminojnë, këtu janë gazetarët që s'marrën para, ka 6 muaj, gazetarët, kameramenët, nuk u japin para. U janë muajnë tjetër, shumë i kam pyetur, po mi pse sik, po inshallah më dhënë muajnë që të vi. E janë i shqiptarë, regjistroni, e janë, dhe fjallën e fundit të them, këta që u kanë torturuar, është fjallë e rëndë, jo? A jeni dakord, t'i lidhëm, e t'i vem këtu para Skënderbeu do jenë 100 veta, t'i lyem me sherbet, edhe mizat i përfundojnë për 1 muaj. Ate që i kanë bërë komit këta. Mos gasmoni policat rrugës. Mos ata janë vëllezërit tuaj. Ata s'kan para, se policia që punon këtu mund t'jetë fush kruj. S'ka para të shkoj. Këtu a i shini me mend. I vetmi shtet në botë, që ky shtet ka krijuar botën, nuk ka tren. Nuk ka travaj. Pse nuk ka travaj e tren? Që të vesh marsh naftën e Edi Ramës e Sali Berishës $2. Trajo Amerikë. Po ta këthesh, nuk është më tepër se 89 cenca. Nuk do bëhet më shumë se 25 cenca 1 litër. Është këtu. Kastrat. Ik para se të vinë. Lej që ke bërë se s'janë të tënde. Mbajment, shko në dhomët. Shko në gjumë, shtriun kravat dhe me do qapule ke berë. Hiq rota dhe ver rota dhe sjell dru nga puka nga rësheni. Pra nuk jeti bos, bosës Saliu, bosës Edi Rama, bosës Gjinushi, janë ceka, do me themi radhë, këta bos, të kanë veshur një kostum, po së të ka lezet. Je familje patriot, Mane, nga Korça, të kam ndihmuar gjagjan të në Amerikë. Me këthen të ndihmoj. Çfarë të thash? Me gjej është fjallë e rëndë, me gjej mbathjet e gjyshit tënd e misil, ato janë tëndet. S'ka asgjë. I kishën sarbet, grekët, të dashur shqiptarë, që janë hotele, që janë restoranta, janë tuajat. Shpëtoni fëmijët tuaj. Shpëtoni fëmijët tuaj se nuk po jetojnë mirë. Jetojnë, janë në luks, por nuk flenë gjumë, sepse nuk gjenë rahat, sepse mendojnë për nenën kur kalojnë për të detit. Shikojnë tëra të mirat i kanë, mendojnë kush nena. Vjen biri në aeroport, për t'i sjell babait për t'u disë gjysmën e qatis, që në aeroport ja marrën gjysmët. Vete shkon në fshat, vjen kryetari i fshatit. A thot, ose ndihmoj, se i di sa para ka sjell, mi jep edhe ti. Vjen kryetari i bashkisë, sa e mbaron, dërgon
drejtori policisë të atasaj zone, pjep, kanë vajtur në Cerrik, të një zonjë vjetër, ja marrë të aparat, s'kishte. I vajti policia e dërguar, na e pat pullin që ka ngelu aty. Këto janë bërë. A e mbani me një plak nga Vlora, vend e Qymezin e dërmuar burg, në 10 vjeqë. Këta dashur shqiptar, po flasë si Malësia, këta s'kan as dim. Këta e njerës pa karakter. Pra dashur shqiptar, me vjen keq. Nuk e mendoj kur që ishin kaq pak njerës. Por, unë punën, edhe zyrat mos kisha hapur ne e bëjmë punë. Shumë shpejt, ju do kaloni me qeverin teknike, dhe shumë shpejt brenda 3 muaj do zgjidhin deputetët tuaj senatorë tati fshatit, tati qyteti. Të dashur shqiptar, me keqardhje them miru pafshim, por unë nuk fle gjumë. Të fjale fundit të them, Amerika është me ju, ajo ambasador, që ai rrugaqi që ishte, që thot jam avokat, që tha, e sa shumë jemi me Amerikë, ka shillek. Pra, Amerika është Amerikë, miru pafshim, por që ndroni bijnë të patriotë. Po s'kemi para si qamë të navi. Ku janë qamëri? Jo, ku janë? Kanë marrë peng, unë jam qamëve. Po hajde. I kanë marrë peng. Pse? Di pse jeni mësuar me atë kryetare qamëve, a ishtë i greku të o zotni. A ishtë pëtimi. Pra, unë gëzojmë që jeni mirë të gjithë. E qëndroni. Qëndro patriot. Mitropojës, qëndro. Lartë e me lartë. Zhëra i zotnia që kini aty vrapa. A i zotnia. Ka erë thiri djali i ri në Amerikë. Unë jam djali i Suf Ndrejë, ka shtyllës. Si e qënë? Dragush Ndrejë. O, Dragush. Po, kur ka mikur t'i që e vogësh. Dëgjoni, nuk dy fjalë do them. Unë kam lindur një internim në Shtyllës dhe me familjen e Plumit, me Ganiun, i njoh mirë familjerisht, është familja më e mirë e Shqipërisë dhe e Kombit. Dhe i njoh dhe jam rritur me ta. Edhe vëllezërit e Plumit dhe ju uroj të gjithë të mirat Plumit, edhe bashkohuni me Plumin ore. Se le qa thonë, jo Plumi këshu, Plumi ashtu. I thonë gjithë spionat e sigurimit, po Plumi është familja e vujtur dhe ben me patriotizm. Ka që ditë them unë. Halalja bëft zoti, unë jam nipi e Lezi Sufit, e Isuf Gjelilit, nga Dibra, familja më patriotike. Jemi me Plumin gjithë. Kushrit e mi janë të gjithë në Amerikë me Plumin. Ore, le qa thonë shpionat, jo këte janë dhe duhet ishte mbushesh i plot. Plumi është për Shqipërinë, ka që ditë them unë. Zoti ja bëft mbarë dhe të gjithë respekte. Dashur shqiptar, na erdhën në Shtyllas në If në Baranga, e vinë Dibranët, të lutem. Të dashur shqiptar, vinë Dibranët, 35 familje Ndreu. Të Dalin Ndreut, të Liri Gegës. E varë dhe i kanë sjellë në Shtyllas dhe zotnin që foli, a i ka qenë foshin kur unë kam ikur. Në kohë kur unë kam ikur, kam qenë izoluar, arrest shtëpie në Shtyllas, që s'ka patur asnjës arrest shtëpie në të Shqipërinë. E jo, fëmi të falenderoj dhe Dibranët i kemi në Amerikë, janë zotni. Shirohemi për gjithmonë.